Kemi në transmetim të drejt për drejt zonja dhe zotrin, kemi fluturuar drejt Vlorës, jo me vërtet, jo me avion, mbi gjitha se nuk kemi ku ulemi ende. Atyrt Hoxhën do të kemi nga Vlora në një lidhje të drejt për drejt, sigurisht për atë që ndodh, por mbi gjitha në studio kam ndoshta një personazh shumë të rëndësishëm për historinë e aeroportit të Vlorës, është avokati i Mapkos, ose për ta thënë më thjesht i aksionerit mazhoritar të aeroportit të Vlorës, edhe më thjesht të Bexhet Pacollit. Ili Gërdupi është me mua, mirëmëngjes avokat, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që e pranuat, të përshëndesim më pas edhe atyrtin për të kuptuar se çfarë po ndodh në terren, por mbi gjitha të kuptojmë çfarë po ndodh nëpër gjykata. Avokat, çfarë po ndodh nëpër gjykata? Duket se në fillim keni pasur vendime të mira në favorin tuaj, tani janë përkeqësuar pak. Në çpik është një herë për publikun aeroporti i Vlorës në këtë çast? Nuk do thoya që kemi pas vendime pozitive, do thoya që situata ka qenë ajo që vjen të jetë ende sot. Mapko ka 98% të aksioneve të kuotave në aeroportin e Vlorës. Ortaku tjetër ka vetëm 2% të këtyre aksioneve dhe përmes një seri kërkesash në gjykat, të cilat kanë qenë abuzive ndaj sistemit, por edhe vendimarrja që gjykatës ka qenë në rastin më të mirë e habitshme ose në kundërshtim me të gjitha praktikat e deritanishme, janë dhënë dy masa sigurimi pa dije. Një e para e cila bllokonte 98% të votave deri në momentin e regjistrimit të një kontrate të pretenduar nga ana e aksionerit minoritar. Kur kjo masë sigurie u largua, u hoq, u reduktua në minimum nga gjykata e apelit, vetëm një ditë më pas, gjykata e Tiranës jep tjetër një masë sigurie dhe kësaj radhe në një objekt në të cilën as nuk mund të shprehej dhe as nuk mund të shqyrtohej, që ishte përjashtimi i ortakut mazhoritar. Pra 2% që kërkon përjashtimin në 98%, i cili nga ligji tregtar është krejt i palejuar, sepse do duhet një vendim shoqëria ajo që përjashton, dhe këtë mund ta bëj vetëm mazhoritari. Pra mund duhet paktën 51% e votave që të mund të kërkohet. Gjykata e ka marrë në shqyrtim dhe rivendosi përsëri sigurim pa dije ndaj ortakut të mazhoritar me 98% të kuotave, duke bllokuar praktikisht aksionerin që të bëj veprime në aeroport edhe që të ketë mundësi të përfundoj punimet që ka marrë përsipër. Pra punimet tani që po flasim janë të pezulluara? Jo, punimet vijojnë, por ka një pasiguri juridike të madhe në lidhje me investimin. Kush po i bën punimet tani? Punimet janë duke bërë nën kontraktor të dy ortakëve, pra nën kontraktor të Mapkos dhe nën kontraktor të dyja grupit janë ato që kryejnë punimet. Por këto nën kontraktor duhet paguhen për punën e tyre. Kush po i paguan? Dhe kjo është po i paguan Mapko, në të cilën është në situatën që vijon të paguaj kosto për një investim në të cilin mund të mos jetë pjesë për shkak të këtij vendimi të gjykatës së Tiranës, duke kryer një, po themi, situatë krejt pafavorshme, duke ngarkuar të gjitha detyrimet që ka nga kontrata koncesionare dhe duke i thënë që mund të mos marrësh asnjë nga po themi avantazhet që janë të qenurit ortak dhe aksioner. Është pak interesante, domethënë që ta bëjmë edhe më të thjeshtë për publikun për të terminologjisë juridike. Mapko Pacolli vazhdon paguan për punimet, gjykata e ka pezulluar, ai nuk e di as nëse do jetë përfituesi i 98% aksioneve të koncesionit nëse bëhet ndonjëherë rentabel? Sepse gjykimi ende vijon, gjykimi themeli nuk ka filluar ende dhe problemi është që ky mas pezullimi është gati barazueshëm me një shpronësim. Edhe flasim për një shpronësim edhe pa shpërblim të drejtë dhe pa kompensim. Dhe kjo situatë bën krejt të vështirë për Mapkon të vijoj, po themi, investimin në këto kushte të cilat nuk ka të drejta që duhet të ketë një ortak mazhorancë. Ne kemi vetëm parasysh situatën me administratorin emëruar nga të shoqërisë. Ortaku i 2%-ve arrin dhe emëron një administrator krejt në kundërshtim me statutin, me ligjin tregtar, pa e njoftuar ortakun e mazhorancës. Avokat, kur filluan problemet ke aeroporti i Vlorës? Problemet kanë filluar në momentin që janë evidentuar lidhje e kontratave midis ish administratorit të aeroportit të Vlorës dhe ortakut të minorancës, të cilat nuk ishin bërë me dije
ndaj përfaqësuesve të ortakut Mapco. Pra, ishin lidhur kontrata krejt në hije dhe në padjeni, dhe në momentin që këto janë evidentuar dhe janë marrë masa për zhbërjen e këtyre kontratave, kemi fillimin e një sulmi, po themi, përmjet vendimeve kërkesave ndaj gjyqësorit për bllokimin e Mapcos. Pra, kemi një sulm të 2% që shkon edhe bllokon krejt 98%, pavarësisht se duhet jemi realist, nuk kemi nga ortaku minorancës, nuk ka zero eksperiencë në ndërtimin e aeroporteve, ka zero eksperiencë në operimin e aeroporteve, nuk ka asnjë lloj kapaciteti. 2% lekëve. Dhe 2% të lekëve. Tani një sekond, ka 2% lekëve. Nuk ka eksperiencë me aeroportet. Nuk është nga Shqipëria, që tjetë në ujk i vjetër i gjykatave, i rretheve, i qarqeve. Më duket se në letër, zoti Valon Ademi nuk ka asnjë shans të përballej me një 98% që është personazh i njohur, i fuqishëm me lidhje të tjera. Mos është dikush a mendoni ju se është dikush pas Valon Ademit që ka kapacitetin të lëviz gjykatat në Shqipëri, të lëviz sistemin e drejtësisë, qeverinë? Këtë unë nuk di të them, por unë di të them që këto vendime gjyqësore janë të habitshme në rastin më të mirë, sepse janë vendime që janë të marra në kundërshtim të parimeve të ligjit, janë marrë në kundërshtim me gjithë praktikën e gjykatave deri tani. Ju s'keni që mos ka drejt Valon Ademi? Jo, padyshim që Valon Ademi nuk ka asnjë lloj drejti. Këtu jemi në kushtet e një absurdi ligjor, do thoja, po unë dua të jem pak i rezervuar në lidhje me komentimin ndaj vendimarrjes së gjykatave. Unë padyshim si avokat i kam kundërshtuar, i kam ankimuar, këto janë çështje të cilat do marrin një vendim eventual, çështja do zgjidhet në themel dhe jam krejt i bindur mbi meritat e çështjes, pra të zgjidhjes temelit, por këto krijojnë për momentin një problematik. Kujt i leverdis kjo situatë? Përveç Valon Ademit, po besoj se situata e leverdis subjekti që ka krijuar ky konfuzioni, pra po them me ortaku i Pakicës, që është zoti Ademi në lidhje me këtë pjesën. Pastaj ata që janë të dëmtuar nuk është vetëm koncesionarit, po është edhe shteti shqiptar i cili nuk ka mundësi që të marrë tarifën koncesionare, janë gjithë udhëtarët që do donin të përdorin aeroportin e Vlorës, edhe kishin parashikuar, janë gjithë bizneset e Vlorës të cilët do përfitonin nga turizmi shtuar për shkak të asaj. Të dëmtuar janë shoqëria shqiptare dhe janë të gjithë përfituesit duket nga kjo situatë, sikur të jetë vetëm zoti Ademi. Megjithatë, është folur, se pyetjet janë shumëta për aeroportin e Vlorës, është folur ndërkohë edhe për audit ndërkombëtar për cilësinë e punimeve? Është kërkuar një audit nga ana e shoqërisë Mapco. E ka kërkuar vetë Mapco? Po, sepse punimet në aeroport janë të ndara në dy pjesë, pra punimet e terminalit janë kryer nga ana e Mapco se nën kontraktorëve të saj, ndërkohë që punimet në pistë janë bërë nga dyja grup. Do përmbyt pista nëse jemi të saktë. Po, ka patur një përmbytje të pistës dhe ka një dyshim të arsyeshëm. Në zonën më fushore të Shqipërisë, në pistë në asfalt, se si mund përmbytet, edhe kjo është shikimi i tashme. Nuk di të them sepse janë detaje teknike, pista është e papërfunduar ende dhe në momentin e përfundimit të saj, kjo do jetë besoj një situatë nga pikpamje teknike e zgjidhshme, sepse projekti për aeroportin është një projekt i miratuar dhe i hartuar në mënyrë të përputhshme. Për të parë ekzekutimin e këtyre punimeve është diçka që ne kërkojmë Mapco, si ortaku i majoritar, kërkon mbajtjen e një auditi ndërkombëtar nga një shoqëri e njohur në lidhje me certifikimin e sigurisë në aeroporte, që jo vetëm ortaku, se kjo është një gjë që nuk përfiton në mënyrë të drejtë për drejtë ortaku, por e pari autoriteti kontraktor, dyti publiku, treti të gjithë subjektet që do përdorin aeroportin, të dinë që të kanë siguri të plot, garancinë e plot që pista të jetë ndërtuar në mënyrën e duhur. Dhe ky audit mos jetë vetëm për pistën, ai jetë për të gjitha llojet e punimeve, por pista këtu është problemi dhe risku kryesor. Dhe pasi një auditi të që është siguri e shtuar edhe një vlerë e shtuar për aeroportin. A mendon Mapco dhe me Mapco nuk kuptoj pacolli që është futur dhe është përdorur edhe për një lojë propagandistike dhe tani po paguan çmimin për të? Nuk kam një koment lidhe me këtë, sepse aeroporti Vlorës... Për shembull, fluturimi i inaugurimit ishte një fluturim i paregjistruar.
Por u përdor se i duhej për fushat kryeministrit. Në djenin time është një testimi i pistës, është padyshim një fluturim i cili nuk është i regjistruar sepse aeroporti regjistrohet vetëm pasi të jetë certifikuar. Po përpara certifikimit duhet bërë patjetër një ulje në pistë e cila konfirmon që mund të bëhet dhe në djenin time ky është një praktike zakonshme e cila nuk ka të bëjë me po themi çështje propagandistike, po është një çështje teknike e cila mund qenia e saj mediatizuar apo jo nuk është e rëndësishme për thelbin, ajo është e rëndësishme që aeroporti duhet. E rëndësishme për thelbin. Gjithë thelbi ka qenë propaganda që nga dita e parë. Nuk di t'ju them për këtë, sepse aeroporti është një vlerë e shtuar qoftë për Vlorën, qoftë për bizneset e zonës, qoftë për turizmin në Shqipëri. Nuk besoj se edhe pse në zonë të mbrojtur, edhe pse e paqartë shpronësimi i pronarëve, se për shembull kur fillon me mëkat, shkon nga lart në stokat. Nuk ka patur pronarët e vjetër. Nuk ka patur shpronësim në zonë. Ajo ka qenë ajo ka qenë tokë publike, e regjistruar si tokë e tillë publike dhe nuk ka pas rrjedhimisht shpronësim në lidhje me besoj diku që është nga Vlora dhe di që ajo nuk ka qenë tokë publike, ka pas pronar vjetër. Përveç kësaj, në gjitha rastet është detyrimi i autoritetit kontraktor, pra është shteti që bën shpronësimin dhe sa i përket përcakton edhe vlera se sa duhet jetë vlera e kompensimit. E kemi parë në projekte të tjera zoti avokat që përgjithsisht e ha pronari i vërtet i pronës në fund fare. Ndërkohë ka pasur një tjetër tragjedi të përsëritur aty, shumë punonjës kanë ndruar jetë gjatë punimeve, ka kushtuar shumë edhe në jetë njerëzish aeroporti i Vlorës, avokat, madje një qytetar ndroi jetë ditën e parë të punimeve, ditën e parë të punës vet aty. Dhe s'ka pasur asnjë reagim, as hetime, asgjë. Pse ka që tërësët aeroporti i Vlorës? Nuk di t'ju them në lidhje me çështjet e sigurisë në punë edhe të punimeve në aeroport, sepse kjo është një çështje e cila nuk i përket këtij diskutimi që ne jemi duke bërë në këto momente. Nëse ka patur hapësirë për hetime, jam i bindur që nga prokuroria e Vlorës, e cila ka në jurisdiksionin territorial çështjen, janë bërë hetime për kace, nëse nuk është gjetur një situatë e cila të përbëj shkelje të kushteve të sigurisë në punë, që të mund të ketë shkaktuar. Humbja jetës është një ngjarje fatore e cila mund ndodhi për një shumësi arsyesh, pra nuk lidhet me domosdoshmërisht me shkeljen e punësimit pa rregullta. Nuk lidhet me shkeljen e sigurisë në punë, sepse nëse do kishte shkelje të sigurisë në punë, atëherë ka pastaj pasoja ligjore atë si aksioner majoritar, çfarë ka ndodhur, pse një qytetar në ditën e parë të punës në aeroport humbi jetën? Nuk di t'ju them në lidhje me këtë, sepse nuk është pjesë e këtij diskutimi që jemi duke zhvilluar, por mund të flasim për aeroportin e Vlorës, kanë humbur jetën ca njerëz, duhet ta diskutojmë me këtë. Edhe një herë, zoti Qari, është humbja e jetëve, pavarësisht se tragjike, është diçka që është eventuale. Kur ajo ndodh për shkak të mungesës së sigurisë në punë, ky është një veprim i paligjshëm. Në djenin time nuk ka një procedim penal as në lidhje me aeroportin si via, qoftë me ndonjë nga aksionarët edhe qoftë me ndonjë nga nënkontraktorët në vijim i cili të ketë marrë të pandehur një punonjës specifik që ka shkelur kushtet e sigurisë në punë. Sepse kjo lidhet me çështje të sigurisë ligjore. Pra, ti duhet mbash ca standarde të caktuara dhe pavarësisht se ti ke mbajtur këto standarde, ka një pasojë humbje jete, një humbje jete, aty nuk ka mundësi që ne të paragjykojmë se çfarë ka shkaktuar këtë humbjen e jetës apo jo. Dakor, Atir Hoxha nga Vlora është me ne. Si ndjeni ju të Vlorës që jeni ende pa aeroport? Shiko, Flavio, kjo është edhe për të qartë dhe për të qeshur. Megjithatë, unë mendoj që janë disa pika kryesore për cilat do duhet të diskutohet publikisht. Unë e kuptoj dhe mirë kuptoj edhe avokatin për shkak edhe të pozicionit, edhe për palën që përfaqëson, edhe të mungesës së përgjigje për disa nga pyetjet tuaja, por mendoj që disa nga pikat kryesore do të ishin vonesa, kush është arsyeja që nuk ka përfunduar akoma aeroporti, për cilin kanë interes qytetarët normalisht, dhe që nuk u intereson se a kanë konflikte brendshëm apo jo kompanitë të cilat
nëpërmjet kontratave të bëra publike apo të pa bëra publike kanë marrëveshje midis tyre. Është një kontratë koncesionare me shtetin shqiptar, me Ministrinë e Infrastrukturës, për cilën na ishte premtuar se do të nisnin fluturimet në datën 21, në mos gaboj, të muajit shkurt. Përveç atyre spektakleve para datës së zgjedhjeve të majit të vitit 2025, në cilën edhe ju e prekët pak në pyetjen tuaj, u krye një fluturim propagandistik në cilin mendoj që për pak kohë aeroporti i Vlorës do të ishte eficient për fluturimet qoftë tregtare dhe atyre turistike. Qyteti i Vlorës natyrisht e ka të domosdoshëm këtë aeroport, pavarësisht se në këtë aeroport ka disa problematika sa i përket edhe mjedisit, është ndërtuar në një zonë në cilën është shumë afër lagunës së Nartës, një zonë e mbrojtur në cilën ka shumë shpend të cilët vinë pikërisht aty për të riprodhuar dhe që normalisht ky aeroport do të shkaktoj probleme për mos thënë largimin dhe asgjësimin e tyre, për cilin ka pasur shqetësime qoftë nga shoqata mjedisore vendase, po qoftë edhe nga shoqata mjedisore ndërkombëtare, të cilat kanë pasur një reagim sa i përket ndërtimit të aeroportit pikërisht në këtë zonë. Jo se jemi kundër, absolutisht edhe ne si forcë politike dhe unë si përfaqësues i Partisë Demokratike jemi që aeroporti i Vlorës të ndërtojë, por nuk ishte thënë që të ndërtojë në atë zonë, duhej marr konsultimi publik pikërisht edhe mbi këto shoqata mjedisore, mund të ishte 10 apo 15 kilometra i spostuar në veri lindje dhe nuk do kishte asnjë problem e përket lagunës së Nartës, por duke patur parasysh mënyra se si procedohet me koncesionet këtu, dhe këtu kam parasysh edhe intervistët të dhënë nga dy ortakët që tashmë janë në konflikt gjyqësor, zoti Ademi dhe zoti Pacolli, të cilët fatkeqësisht për ne qytetarët kanë bërë disa saktësime që ne ndoshta e kemi pasur si dyshime, por që thënë nga goja tyre ato marrin një rol shumë aktiv në debatin publik, sa i përket mënyrës se si është përcaktuar edhe koncesionari. Zoti Pacolli dhe zoti Ademi kanë qenë të dy njerëz që kanë cituar se zonja Balluku dhe zoti Rama bënin takime në përzyrat e tyre për të përcaktuar përqindjen se sa do të kishin përqindje këto kompani që do të merrnin koncesionarit. Dhe me sa duket, kjo është arsyeja në cilën sot ndodhet edhe MAPCO edhe dyja grup në konfliktin e tyre gjyqësor, sa i përket ndoshta edhe aksionerëve të fshehur apo edhe ndonjë politikani si zoti Rama apo zonja Balluku që qëndrojnë mbas dyja grup apo ndoshta në një kompani tjetër nën kontraktore që pretendojnë aksione në aeroportin e Vlorës. Për post të tjera, do të thosha që gjithashtu një deklarat shumë shqetësuese e ardhur pikërisht nga aksioneri majoritar zoti Pacolli, është dhe ajo mbi sigurinë e ndërtimit të pistës. Unë kam ndjekur intervistën e zotit Pacolli dhe kam ndjerë shumë shqetësim kur ai ka deklaruar që ne kemi kërkuar një audit ndërkombëtar për të bërë testimin e ndërtimit të pistës, jo testimin e fluturimeve. Pra, a ulet apo nuk ulet avioni, sepse atë pam që nëpërmjet atyre thash dhe një showve përpara zgjedhjeve për të kapitalizuar vota në elektorat, zoti Rama dhe zoti Pacolli dhe zoti Ademi u bën garnityre e spektaklit përpara zgjedhjeve që Rama të kapitalizonte vota në qarkun e Vlorës, por unë jam shumë i shqetësuar sa i përket deklarimit të tij që ai ka dyshime dhe kompania e tij, pra MAPCO, ka dyshime lidhur me ndërtimin e pistës nga nën kontraktori apo aksioneri tjetër, dyja grup, dhe ka kërkuar që të ketë një audit ndërkombëtar për të bërë testimin e imagjinoni ju në çfarë situate jemi ne, pra. Po pra, kemi një kompani të madhe me eksperiencë si MAPCO, që mori përsipër aeroportin, ka një përpjekje me sa duket për ta nxjerrë jashtë loja atë për qëllime që as unë, as ti, as avokatin nuk besoj se ne Jo, ne i dim, janë qëllime për përfitimin e pushtetarëve. Që po e bën këtë skem, po ikën për t'jam qenit aeroportit. Po, shiko, këto ikja për dhjam qenit aeroportit është mosardhja e turistëve, humbja e biznesit në Vlorë, pasiguria për kontratat disa vjeçare të hotelerive dhe strukturave akomoduese në qytetin e Vlorës, sepse aeroporti për kompanitë të cilat sigurojnë ardhin e turistëve nga vendet europiane apo edhe më larg, ka të bëjë është një pikë kontakti mbi të cilën edhe operatorët turistik që kryejnë aktivitetin e tyre në fushën e biznesit në qytetin e Vlorës e paraqesin si një
si një hall përfituese për biznesin e tyre, sepse nuk kam se paraqesin aeroportin e Tiranës që është 200 kilometra larg qytetit Florës, kur ka një aeroport i cili është pretenduar dhe është shitur se do të ndërtojë dhe do të ishte eficient për këtë sezon turistik, dhe që akoma sot ne jemi duke folur për aksionet se kujt i takojnë apo kujt nuk i takojnë. Kjo është domethënë është për të ardhur keq. Dhe për postë të tjera është përsëri buxheti i shtetit, është përsëri taksat e qytetarëve, të cilat do të paguajnë këtë koncesionar, sepse kemi thënë edhe tjetër Flavio kemi. Tani kjo është një pikë shumë interesante, më leo pak aty këtu të spostojmë tek avokati, profesuesi Mapkos, ka pasur nga thashë themet te akuzat për kapacitetet financiare, për përfshirjet financiare. Zoti Ademi ka thënë që është ekspozuar më shumë financiarisht se ç'thot kontrata. Ka një të vërtet edhe për çështjen financiare, avokat? Jo, kjo është një pretendim i ngritur edhe mbuluar me një fasadë dhe me një tisë, po themi, paqartësie në mënyrë të qëllimshme për të krijuar këtë situatë. Ekspozimin më të madh sigurisht që e ka Mapko. Po patjetër, zoti Pacolli krahas Mapko, si shoqëri, krahas dhënies kuotave të saj, barsimit kuotave për Bankën Kombëtare Tregtare dhe kuotave në Via, në të njëjtën kohë ka barsuar dhe asete personale që kapin një vlerë që të kalojnë 80-90 milionë euro, që janë toka, prona, si garanci fabrika, për investimin të Mapko dhe të Mabetex Group. Mabetexi dhe Pacolli kanë angazhuar, kanë bllokuar pronat vetat për sigur kapital. Mbi 80-90 milionë euro për të ndërtuar aeroportin. Për të ndërtuar aeroportin për Bankën Kombëtare Tregtare, edhe kjo është një gjë që më e dhënë lehtësisht e verifikueshme, është në kontratën koncesionare, është në kontratën e kredisë që ka lidhur Via me atë dhe me BKT, dhe kjo është garantori vetëm. Garancitë e dhëna nga 2A Group janë vetëm 2% që i saj në shoqëri, që duhet të themi që është e paprofitshme në lidhje me vlerën totale të investimit. Ky është një investim me një risk që është pothuajse 100% në kurriz të zotit Pacolli. 98%. Jo, është 100%, sepse në momentin që do ekzekutohet kolaterali mbi shumën, ato janë 100% në emër të zotit Pacolli, nuk ka asnjë 2% aty që të ishte në emër të 2A Group. Nëse nuk do kishte qenë një pyetje të vogël, lutem, më ndihmoni pak. Nëse nuk do kishte qenë kjo historia me administrator, me kështu, do kishte mbaruar aeroportin këto momente? Nëse aeroporti nuk do ishte përfunduar, do ishte në përfundime sipër, do ishte në afatin e tij më të shpejt të mundshëm, objektivisht për të ndërtuar, duke pasur dhe parasysh kushtet e sigurisë dhe garantimin e kushteve të sigurisë. Pra, përgjigjja e shkurtër është po, përgjigjja e gjatë është me shumë gjasa do ishte përfunduar, në mos tani do ishte i pothuajse në fazën përfundimtare të bërjes. Bllokimi i punimeve për shkak të paqartësisë krijuar nga vendimet e gjykatave, veprimet që kanë të bëjnë me ndryshimin e administratorit në mënyrë të njëanshme, nga 2% arrin dhe ndryshon administratorin, kanë krijuar një situatë në të cilën nuk mund të vijohet me procesin e përzgjedhjes së operatorëve, nuk mund të vijohet me proceset përfundimtare të punës dhe të kolaudimit përfundimtar të punimeve, nuk mund të vijohet dot me lidhjen e kontratave me palët e treta. Ne kemi një mungesë të sigurisë dhe nga juridike apo jo, nga ana e kontraktorëve të cilët do merreshin me operimin e aeroportit. Kontrata e tyre është drejt për drejt e bërë me Mapko në përfitim të Vias, dhe në kushtet aktuale kemi një rezervim deri në tërheqje të tyre, sepse nuk mund të operojnë me Via, sepse Via, nëse ka vetëm Zoti Ademi, nuk përfaqëson asgjë, sepse jemi duke pasur parasysh një kompani që nuk ka as eksperiencë, as kapacitete financiare dhe nuk ka asnjë lloj mundësie për ta ekzekutuar dhe kryer. Tani, deri tani gjasat janë që është një tjetër histori e shëmtuar shqiptare, abuzimi dhe pushteti. Megjithatë, pavarësisht se Bexhet Pacolli është një emër shumë i njohur për publikun dhe ne e konsiderojmë, si më thënë, pjesë të hapësirës sonë publike, në fakt Mabetexi dhe Mapko vinë si shoqëri të huaja. A na ekspozon kjo Shqipërinë, taksapaguesin shqiptar përballë arbitrazhit, Strasburgut, ca faturave si ato të Beketit?
Patjetër, shoqëria Rrezikojmë në çik. Mapco Constructions është një shoqëri e drejtës ziceriane. Për ligjin shqiptar jemi duke diskutuar se ky është një investim zicerian në Shqipëri. Shqipëria ka një marrëveshje bashkëpunimi, ka një marrëveshje për mbrojtjen e investitorëve me Zvicrën që është e vitit 1992. E cila mbron në mënyrë konkrete dhe të drejtë për drejtë investimet e shoqërive zviceriane në Shqipëri nga çdo veprim i paligjshëm, i njëanshëm, nga çdo shpronësim dhe jemi duke diskutuar që ky vendim për sigurinë pa dije është një vendim i cili ka efektet si të ishte një shpronësim. Dhe jemi duke diskutuar për një shpronësim i cili po bëhet pa u dëgjuar palët, pra gjykatat që kur japnin masën e sigurisë nuk e thrisnin Mapcon në seancë, jepi vendimi dhe ne merrnim vesh. Aq e madhe dhe e fuqishme? Dhe ne mësonim këtë vetëm më vonë, vetëm më pas, jemi duke diskutuar për një situatë të cilën vendimi jepej në kushtet ku sapo ishte dhënë një vendim nga gjykata e apelit, koincidonte duke u dhënë një vendim i gjykatës shkallës parë, vetëm një ditë më pas, ndërkohë që qytetarët e zakonshëm do presin 2 javë, 3 javë, 4 javë, edhe mund të kenë ose jo një dëgjim për një vendim të sigurinë pa dije. Pra në këtë aspekt jemi para një situate në të cilën Mapco po haset me një sjellje jo korrekte nga ana e institucioneve shqiptare, pjesë të cilave janë dhe gjykatat, dhe pjesë sipas parashikimeve të marrëveshjes koncesionare, gjykatat përbëjnë autoritet kompetent. Dhe veprimet e saj ka një ndikim të drejtë për drejtë e koncesionit. Dhe nëse ky është një veprim materialisht dëmtues ndaj koncesionit, këtu kemi mundësinë që të shikohen të gjitha opsionet edhe të shikohen të gjitha rrisqet edhe të kërkohet garantimi sigurisë juridike të Mapcos për gjithë investimin që ajo ka kryer në aeroport. Para se të kaloj te Atirti, cila është shpresa e vërtetë e juaja si profesues ligjor po edhe e Mapcos? Mendoni se dikush ke autoriteti kontraktor do i thrasi mendjes dhe do thotë me qetësi respektojmë kontratën që kemi, ecim përpara, bëjmë aeroportin, apo gjykata do ju japi të drejtë me çfarë do lloj, le të themi, vështirësisht të tejkaluara? Kjo është një vendimarrje që në fund fare takon gjykatave. Gjykata është ajo që do duhet të rishikojë pozicionin dhe qasjen e saj në lidhje me investimin, sepse është gjykata e cila ka dhënë këtë masë sigurie dhe të duhet të përballet me faktet, të cilat mbështesin padyshim qasjen e Mapco në lidhje me këtë konflikt, i cili është një konflikt i stisur, është një konflikt që nuk ka asnjë bazë, sepse jemi duke diskutuar për kërkesat e një ortaku që përbën vetëm 2%. Në ligjin për tregtarë shoqëri tregtare, kur nuk respektohen drejtat e ortakut Pakicës, ortaku Pakicës ka vetëm një të drejtë. Ai ka të drejtë të kërkojë që shoqëria t'ia blej kuotën mbrapsht. Pra, të thotë që po mund ta bëj 2% ndaj 98% të skem? Që të kërkoj që të ti blej 98%? E pamundur, sepse për më tepër nuk ka jemi duke diskutuar për një shoqëri e cila nuk ka as kapacitet financiare për ta bërë këtë, dhe edhe nëse do e kishte aeroportin plot, nuk do ishte në gjendje që mund ta përfundonte, ta operonte dhe ta menaxhonte. Nuk i plotson këto kritere as sipas kërkesave të ligjit koncesionar, nuk i plotson këto kritere edhe në çështje faktike. Ndërkohë që kemi të bëjmë me Mapco, një shoqëri e cila ka ndërtuar me gati 10 aeroporte në të gjithë botën, flasim aeroporte në të 3 kontinentet, përfshirë Azinë, Europën, Afrikën. Dhe ka një eksperiencë në Afrikë Veriut, nëse nuk gaboj. Është një projekt që është duke ndërtuar edhe në Afrikë Veriut. Pra kemi të bëjmë me një shoqëri e cila ka një eksperiencë shumë jetë gjatë në sa i përket ndërtimit të aeroporteve, por bën garanci qoftë nga pikpamja financiare, qoftë nga pikpamja kapaciteteve teknike, qoftë nga emri i mirë. Unë nuk besoj që zoti Pacolli të njihet në Shqipëri për një veprimtari është një njeri që përcjell besim edhe emër të mirë dhe rrjedhimisht është një garanci e shtuar sepse aeroporti i Vlorës vërtet do ndërtohet, po do operohet edhe për 35 vite, që është një kohë shumë e gjatë e cila kërkon një garanci të madhe dhe të shtuar në lidhje me si do vijohet. Dhe këtë mund ta ofroj vetëm Mapco, i cili përveç se ka ndërtuar aeroportin dhe e ka financuar atë, është edhe subjekti që është në gjendje që mund të merret me administrimin e tij. Atirt,
Pyetja e fundit është me nota ironie, nuk di nëse e kam Atir Hoxhën në këtë çaste, po e shoh se kam. Është e thjeshtë pyetja, ore, në Vlorë ç'keni që s'po ju ecën asnjë projekt? Mirë, aeroporti është në kufi me thjerin, po tigrat s'ju punojnë. I keni në kafazi, mbani kot aty. Rrugët po ju bien. Ujë s'keni. Por të lumtur jeni të paktën. Po, aeroport nuk kemi më, port nuk kemi më, ujë nuk kemi, rrugë nuk kemi, dhe faji gjithmonë e ka Saliu, mendoj unë, për këtë meqenëse më bëre pyetje ironike, edhe unë po përgjigjem ironikisht, që është ai që i shkakton gjitha këto fatkeqësi të mëdha qytetit Vlorës, dhe këta që duan shumë Vlorën prej vitesh, janë ata të cilët fatkeqësisht e them edhe një herë, prej shumë vitesh, qoftë në pushtetin vendor, qoftë në pushtetin qendror, janë vetëm duke shkatruar të qytet, duke shpopulluar dhe duke bërë të pajetueshëm dhe duke mbjell një pasiguri për të vazhduar jetesën në këtë qytet. Është për të ardhur keq që aeroporti i Vlorës, edhe unë dua të ndalem përsëri këtu, sot nuk është në operimet e tija normale. Na është premtuar dhe thash edhe një, është një port hyrëse për të cilën qyteti i Vlorës, operatorët turistik kanë nevojë urgjente, ulëritëse, por jo vetëm, edhe qytetarët. Pse duhet të ngrihem unë në orën 2 të natës për të shkuar në Tiranë në orën 5 që është avioni për të fluturuar në Europë apo në vende të tjera. Pra, aeroporti i Vlorës ishte premtuar si një investim strategjik nga kjo qeveri, thash edhe një herë, duke mashtruar gjatë gjithë kohës qytetarët e Vlorës, Sarandën. Po, në të njëjtën kohë kam thënë në intervista të tjera, ekspozon buxhetin e shtetit ndaj këtij koncesionari. Avokati aty në studio e ceku pak që mund të jetë edhe objekti i kundërshtimeve në gjykata ndërkombëtare për të cilat fatkeqësisht jemi mësuar që t'i humbasim të gjitha paditë që ngrihen kundër shtetit shqiptar dhe që me të drejtë MAPCO nesër apo zoti Pasolli mund t'i drejtohet, sepse duke parë që këtu pushteti është palë me 2% dhe nuk është mbështetës ndaj 98% që me sa kuptova unë të paktën edhe nga ato që tha avokati. Dhe mendoj që ekspozohet buxheti i shtetit. Qytetarët nuk marrin shërbim, operatorët turistik që kishin lidhur kontrata dhe vazhdojnë të kenë negociata për të lidhur kontrata në vazhdim për vitin 2027-2028 për qytetin e Vlorës, sepse edhe po investojnë në struktura akomoduese hotelerie. Po, se kanë aeroport afër së shpejti. Po patjetër, sepse është premtuar që në datën 21 shkurt do ishte eficient ky aeroport. Pra praktikisht ky aeroport në datën 21 do duhet të kryente fluturime, thash edhe një herë, civile dhe tregtare. Nuk kryen asnjë gjë, jemi shumë larg përfundimit të punimit për shkak edhe të konfliktit që kanë dy kompanitë, por unë mendoj që është një gënjeshtër e madhe për të cilën thash edhe një herë, duke shtuar pastaj dhe dyshimet që zoti Patrolli ka bërë publike në intervistën e tij sa i përket sigurisë së këtij aeroporti, se unë nuk e kuptoj, kesh një koncesionar, bësh një ndërtim të një objekti të një rëndësie të veçantë, siç është aeroporti, dhe të kemi dyshime për ndërtimin dhe për cilësinë e punimeve, kur aty ka kompani ndërtuese, ka kompani supervizuese, ka kompani të mbikëqyrjes së punimeve dhe ne të kemi dyshime që aeroporti është jashtë standardeve. Imagjinoni çfarë do të thotë sikur pista e aeroportit të ndërtuar nga kjo kompania, nga ky 2% apo nga Valona Demi apo në kontraktor të tij, të ndërtuar jashtë standardeve, çfarë do të thonë për qytetin e Vlorës, çfarë do të thonë për koncesionarin, çfarë do të thonë për buxhetin e shtetit, çfarë do të thonë për premtimin strategjik që do ishte eficient në shkurt të këtij viti. Pra është e pafalshme dhe unë mendoj që si të gjitha duke u kthyer tek pyetja që ju bë, si të gjitha premtimet që Rilindja ka bërë në qytetin e Vlorës, unë mendoj që edhe ky investim fatkeqësisht, më vjen shumë keq që e them, por edhe ky është drejt një dështimi të plot. Shpresoj shumë që të gjenden mundësitë juridike që aeroporti i Vlorës të gjejë një zgjidhje dhe ai të jetë eficient, sepse në rast parë mua vjen keq për qytetarët dhe bizneset e Vlorës, nuk më vjen keq fare për ata që qëndrojnë bazë këtyre aferave, sepse këtu që jemi të qartë. Edhe të gjykatat që shpesh shahen nga Rama, qëndron pikërisht Rama, Balluku dhe të tjerë që i bëjnë presion kundër Pacollit për të marrë aksionet dhe për të qenë pjesë e aksioneve në këtë aeroport. Sepse kanë parë që interesi për aeroportin e Vlorës dofta ka qenë i lartë, sepse duke qenë një zonë turistike dhe flitet që është diku te 30% interesi në krahasim me fluturimet që ndodhin me territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe duke patur parasysh një 30% nga aeroporti i Rinas që do duhet të spostohet në qytetin e Vlorës, mendoj që edhe në të ardhura është goxha ka një vizibilitet të madh financiar që duket se ka ngacmuar dhe provokuar lakminë ca njerëzve me i far pushteti. Ili, pyetja e fundit.
Ka nevojë. Mund ta ndaj me pak më pozitivitet se që tha zoti Hoxha, sepse aeroporti do bëhet. Nuk është ky diskutimi. Dhe aeroporti do e ketë sigurinë. Pra, kur ne themi që të ketë një audit ndërkombëtar është për të garantuar eksaktësisht të sigurinë. Nuk do ketë dorëzim të aeroportit pa pat garanci të plota të sigurisë së saj. Dhe aeroporti do përfundohet. Nuk ka diskutime për këtë, që se duket sikur nuk do bëhet aeroporti dhe kjo të kjo. Sa i përket sa gjatë mund ta torturojnë Mapkon është pyetja. Derisa të humbi durimin se Mapkon mund të ketë një numër procesesh që kanë të bëjnë lidhje me kuotat edhe me administrimin e shoqërisë, por Mapkon nuk ka absolutisht asnjë problemi, as Mapko as zoti Pacolli nuk ka asnjë problem me asnjë nga as me gjykatat penale, as me gjykatat e posaçme. Nuk ka asnjë problem as ndërkombëtarisht në lidhje me çështje gjyqësore ndaj tij. Këto janë çështje thjesht civile, të cilat do kenë një zgjidhje, por nuk janë çështje të cilat komplikohen në lidhje me një vijim si të nuk e rrezikojnë. Po jo, pra se nuk kemi të bëjmë me një kompani që të jetë në hetim nga Spaku apo një hetim nga Gjykoja. Kemi të bëjmë me një konflikt civil i cili do zgjidhet në gjykatën e Tiranës. Sa i përket pjesës vonesës, kjo është padyshim e pa dëshiruar nga asnjëra nga palët, por është një gjë që do të kalohet. Jemi ende ke faza e pakëndshme? Mua më duhet të shprehem sipas situatës konkrete. Ne jemi duke pasur një vendim i cili nuk është vendim themeli, por është një vendim që sjell pasoja të drejtë për drejta që janë të tanishme, ku ne mund të mundohemi që këto pasoja të i kalojmë, por duke besuar, po themi, që gjykata do kenë do i vinë mend në këtë aspekt, por jemi në një situatë në të cilën padyshim që është e zgjidhshme. Pra nuk është problematika në lidhje me veprimtarinë e aeroportit në vetvete, apo të ndërtimit apo të operimit të tij, e kuptova. Dhe më pëlqen që edhe një avokat i një kompanie të rëndësishme e mbyll me shpresën që kemi të gjithë bashkë, që gjykatës t'i vinë mend. T'i vinë mend. Le të jetë ky mesazhi, besoj i qëndroni këtij mesazhi, avokat? Gjykatës t'i vinë mend, po i bashkohem dhe unë atyrt, edhe nëse s'bashkohesh, nuk e shmang dot. Do jesh me ne patjetër, gjykatave shqiptare le t'i vinë mend. Faleminderit avokat që ishe me ne edhe mbi gjitha edhe për sqarimet. Falenderojmë edhe Atir Hoxhën për hallet e tjera të gjëra të Vlorës. Ne kalojmë në shkëputje publicitare nga Vlora, do fluturojmë drejt Brukselit.